Përshëndetje, dhe mi shëndën në kanalin Tom. Nëse do të dalim, si gjithmonë. Sot unë në pak bëra një gabim trashani, jo shumë i vogël, sepse e mbajta motën të bënte pushim sot nga puna, e të dikte me mua se unë isha drejt fare dhe e ndija që do mërzitesh ashtu, se unë vitare mërzitur në pak, vetëm për faktin që e dija që s'do kisha një njeri sot të më cjete. E kështu që motra bëri timin e saj gur edhe e më bëri pushim. Tani ajo do më nxjerri, po ku do më çoj? Nuk e di, thjesht do ta shikoj bashkë me ju. Do bëj si të bëj, se dhe një javë më ka, kështu që yes, we are going now. Kompas për një më do më bu me vajtë ta shumë tonë para syvet me hipoksen. Yes. Hey, grab up. Thank you. Një si quhet kjo? Caramel ribbon punch. Yes, e mora në Starbucks. Edhe që nga shumë e shishme, e ambën për shumë e shishme. Tani ku do shkojmë, o sister? Wall. Mall. Përse Walmart. A do të një në Walmart? Okej, do të shkojmë tek malli dhe çfarë do të bëjmë tek malli? Do më blesh dhurate. A interesante. Për juve që nuk e dini, mua motra më ka bërë shumë dhurata këtu. Por thjesht tani e provokova. Çfarë do thoshte? Gafish. Edhe ku do shkojmë? Kafi që kurse kisha kam fjalën kafi. Është e mbyllur, çdo gjë është e mbyllur, vetëm restorantet janë hapur, kështu që do të ikim e njerë që do të jam në motë. E solla motrë tek Ujvara. E solla apo të solla? Të solla se nuk e dije. Po, pa. I kërkova të më çonte në një vend të bukur. Edhe doja të shikoja. S'ka plan. Shumë horime për ty. O, sa bukur. Shikoni. Të dale unë me flaute dhe. Më çfarë? Duo combo perfecto. Wow, sa e turbus. Shikoni. Ka që ishte dhe pamja, parku bërëm disa video me motrën dhe foto. Edhe tani do ikim se s'kemi çfarë bëjmë tjetër. Sot e kam ndjerë vetën shumë sportive të veshme, edhe po më duke vetë janë foto si shumë. S'jam në mundin sot të bërë foto. Gjithsesi tani do ikim se është edhe pak ftohtë këtu frynëherë. Do ikim të bëjmë thonjë të sot do bëjmë një challenge me motra, një challenge e kjo video. Do bëjmë thonjë njëra tjetrës, por me një kështu. Jo kusht, po dihet që unë zotja bëj dhe aq bukur se unë kam bërë as shkoha, as kurs, asgjë. Le të testoj pak veten deri diku sa e di unë të bëj thonjë kësaj. Edhe kjo do mi bëj mua e unë e di që kjo do mi bëj bukur se pra të po vazhdo. Të shohim, let's see. Nuk kënaqja sot. Ti? Kjoti. Okej, ikim tani. Tani do ikim të blejmë ushqime, se motra ime ishte në shtëpim pa asnjë gjë brenda. Shkuam ta anim buka edhe s'kishte asë bukë. Tani do ikim blejmë gjëra. Yes. I like it. Më pëlqen kjo lloj. Vera të pisën më? Po. E na e da pizza ma shumë. A e në lupi më i shpikur se gjuna se është buk. Oh my god, sa i si kur të me brumë me të shërë. Jo, me ti nuk dita vesh. No, brumë ishte kati. Vetëm do ta piqja. Po. Nejse, do shkojmë të marrim ato dhe do të shohim pastaj se çfarë do gatuaj. Mirë. Zgjedhim linç. Sa të mirë duken kështu ja o zot. Super, si bëhet pizza? Po, e sanduiçi. Po, Se ke ide. o zot.
palete har me bukë me djath, me domate, ullim. Same price? Ha? Kjo është $10. Sa është me? Qërë thua? Po pse i merë kështu ti? Pse nuk i merë në vaza? Sepse ato nuk janë fare të Pse nuk i merë në vaza? mira ato. Zit ke iqë. Ato rrinë 10 vite aty. Zit ke fare. Fare. $10 një kapaçkë super të vogël. Do bëjmë market search. Nise, ju krahasoni rrogën tuaj me çmimet që janë në fakt. Kurse neve nga të të shtrejt me çmimet. Kam e shpikur që kam parë në market. Wow. Kam bë prej chickeni. Ule. Po shpitit. Pra motrës. Bukën gati. Sa bazike je. Se? Ke vend vetëm gjëra koti. Po, Ti ke vend tamam si një minët e pse. Jo atje, do ulemi atje. Do t'i marrim pjatat ato ty përpara që të shikojmë dhe filmin, okay? Ashtu. Do marrim edhe chips edhe cola. And see you. Shikoni, unë me të parën. Yes, good. Cheers. Cheers. Shqiptari kur vjen, do vetëm ta i bukë, këta nuk din ta në bukë fare. I hanë çdo gjë hatë. Se si au zë, barku. Tani po bëmi gati për të lyer flokët e mia, por ndërkohë motra mësoi këtë kremin që është për pikat e zeza nga Lambena. Edhe do ta provoj tani tek unda ime. Të shikojmë nëse do më heqë pikat e zeza apo jo. Unë nuk është se kam shumë, por nuk e di a duket. Do ta provoj një herë e shoh edhe t'ju tregoj. Sot do bëj me bukur, flokët do lyej, do heq pikat e zeza, do bëj thonjë. Wow. Veç flokëve fillen thonjë ka tani. Ha ha ha. Yes. Më ka bërë me bojë. Unë të bëra po për e vetë. Ti më ke bërë. Po. Po më dalin shumë të bukura o njerëz. Mezi po presja u tregoj tani punën përfundimtare. Do bëjmë edhe dizajne. Okej? Çfarë dizajne do më bësh my sister? Bëjnë pitin në. Uas, pas kam arruar që tregoj rezultatin e flokëve të mia. Prit. Ja dhe rezultati i flokëve të mia, uasa që kam skuqur. I ndryshova komplet. I hoqa fijet më në fund. Edhe nuk e ti ka dal një si ngjyrë çokoladë e ëmbël. Ë? Shumë ngjyra e bukur është, ma më qenë shumë. Yes. Pa më thoni një herë si ju duket kjo ngjyra, më mirë ashtu me ato fije që më kishin dalë deri këtu, apo këtë me ngjyrë çokoladë. Hajde. Thonë t'i bërë, përfunduan. Tani po bëjmë dhe këmbët. Shikoj sa bukur çarpënimi i bukur që ka dalë. Me lule. Yes, kushte shtëpie. Lyerje thonjësh. Bëjmë pizza, i marrëm të gjitha gjërat edhe do i bëjmë. Yes. Master Chefi on fire. Hape mirë. Ashtu. Bravo. Tani fillon hapet ajo edhe mja se edhe pak fare du të hapësh se është gati, okej? Ha? Try. Bravo. Shikoj. Wow, sa super cute. Se dhja. Cute. Çfarë do marrësh? Do bëjmë picën dhe kush e ka bërë picën më të mirë tani? Do shihni ju dhe do na jepni pa frikë. Tani do e bëjmë picën shpejt. Mund të rapojmë. Do shikojmë kush e ka bërë picën më të mirë. Do më thëni ju do votoni në komente. Kush mendon? Kush ju pëlqen, do më thënë, nga syri. Se nga shia nuk e provoni dot. Po, nga shia do ta unë edhe Indri po të këtë tiktë më.
I like it, my pizza. Shumë bazike. Unë me? Bazike? Jetini jo. Pizza me mirë bëhet me prosciutto dhe me djathë dhe ullinjë dhe këpulla. Mua më pëlqen pizza kur është e mbushur me gjëra, jo. Ato, Vetëm me 2 gjëra. ato specat kur bëjmë shumë kërc. Ja. Të pa bëra, I bëre ullinjë. Meri. Unë do të shti edhe domate se e kam shumë qef. Do më pëlqen dhe edhe më shumë me patate të skuqura. Po ja ti ke doj. Ja, da, do i skuqura atë. A ke rënë kështu picë me mish? Ule dhe patate? Po. Kam grenë se kam bërë dhe vetë. Është super për sot. Dhe më pëlqen shumë. Mua më pëlqen shumë kur piqet domate asipër në pizza. Në asnjë vend nuk e kam parë këtë. Të hedhin domate, po unë e kam shumë qef. Sepse në shtëpi testoj gjëra kur gatuaj. Vetëm në pizza të Homemade. homemade, ti mund të kesh kështu. Po mund të vesh çfarë të duash edhe teston. Nuk më dalin si Tani unë e mbarova pizzën edhe do presim dhe pizzën e Xhenit edhe ta vëmë aty. Ta shikoni juve se cila ju pëlqen më shumë. Mua do më marri për Aha, yes. Tani ja u tregoj. Kjo është pica që unë përfundova. Kjo është pica e motrës. Ua, sa s'më pëlqen me 2 gjëra e ka bërë. super, ka prosciutto, ka djathë, olli, kërpulla. Unë e kisha të mbushur me shumë gjëra, kurse kjo e ka me shumë fare pak gjëra. është super. Zgjidhni kush e pëlqen, timi apo That's motrës. my pizza. Votoni poshtë. Ua, dhe këto flokët më pëlqejnë shumë se si më kanë dalë më në fund janë që ato të djegura që kisha poshtë edhe u ktheva pak më natyral. sta karrota të vejtë. Edhe kështu dashi do presim deri sa të bëhen. Darkë, unë jam bërë një lukse vërtet kohët e fundit, nuk e di që kur kam erdhur në Amerikë, nga ato mjekimet që po bëja për veshin, fillova të bëjmë të një oreksi pa parë, edhe filloj të ha shumë, nuk po ja dal dot. Por kam edhe një gjë të mirë, sepse kam dalë shumë këto kohë, edhe ha edhe jashtë. E po filloj të shëndoshe pak. Që me zi e prisja e ndërroja para disa muajsh të shëndoshesh. Ja të tregoj pak se sa kilogram peshoj. Dha unë, këtu në Amerikë, kam qenë 58 kg. Kam rënë shumë, sepse isha shumë e smur. Kurse tani, kam shkuar kaq. E shikoni, yes. Jo, se kam në këmbën. Po, ma vash. Mua më pëlqen që të shkoj deri në 65 kg, 67 kg, pasi më shkon nga gjatësia që ka. Nuse lajine tash, hajde. Po njerës. Kjo i thanë lullit. I kështë lënë të thatë, gjuna e shkreta, duhesh e ndërruar uj. Erdha dia unë këtu i ndërrova ujnë, shiko sot ka qelur. Që sa e bukur është verë. Do të kujdesesh për lullet e shkreta. Erdhi një. Mbet. Pizza ime e pjekur, sa e shishme ka dalë. Pizza e motrës, tani shikojni. Kush ju pëlqen më shumë? E doni të thjesht, apo e doni super të ngarkuar? E doni Zara, apo e doni Michael Kors? Oh, Zot. Louis Vuitton e tëndja. Ajo është Zara. Kurse këto i keni Temu. Temu me shenjë. Tani erdhem në fundin e kësaj video. O gjën si latë, lutë e pak nësë. Sa e bukur nga më dalu. Erdhem në fundin e kësaj video. Faleminderit që na ndiqni. Do të shihemi sërish së shpejti me video të reja. Paqim.